Raporti ndërmjet zotit Kurti dhe zonjës Osmani është i dyzuar. Në rrafshin e brendshëm, zonja Osmani nuk ka sfiduar zotin Kurti, madje e ka mbështetur ta zëm me caktimin e datës 28 dhjetor për zgjedhjet e fundit parlamentare, ku vetëvendosja ishte e favorizuar për shkak të pranisë mërgjimtarëve në Kosovë, dhe kjo direkt, drejt për drejt, ndikoi në fitoren bindëse me 51%. Pra në rrafshin e brendshëm, zonja Osmani i ka shkuar pas se zotit Kurti, nuk e ka sfiduar, por në rrafshin e politikës jashtme, problemi ka qenë në rrafshin e politikës jashtme. Rasti fundit ishte bordi i paqes. Duket se zonja Osmani nuk ka pasur koordinim me kryeministrin, dhe këtë ne hetuam nga një shkrim analitik i Frankfurter Allgemeine Zeitung para 2-3 jave, kur gazetari Mertens poi se nuk ka pasur koordinim rreth bordit të paqes ndërmjet zonjës Osmani dhe zotit Kurti. Ishte e pritshme që kryeministria ose dikush nga qeveria të reagonin dhe të demantonin shkrimin e Frankfurter Allgemeine Zeitung, por jo mbeten të heshtur dhe praktikisht tërthorazi e dërguan sinjalin që po ka mos koordinim në raportet Kurti Osmani. Ato kanë filluar më herët, mos pajtimet e tyre në rrafshin e politikës jashtme kanë filluar shumë më herët, para 2-3 vitesh, kur zonja Osmani kishte propozuar hartimin e një drafti të asociacionit bashkë me zyrën ligjore të sekretarit shtetëror amerikan Antony Blinken, gjë të cilën zoti Kurti e kishte refuzuar. Dhe mendoj se aty ka filluar plasëritja ndërmjet zonjës Osmani dhe zotit Kurti, dhe në rrafshin e politikës jashtme ka vazhduar deri te bordi i paqes, do të thotë përfshirë edhe atë që ndodhin në bordin. Për bordin e paqes, nëse më lejoni të ndalem një moment, zonja Osmani u duk sikur u tregua shumë korrekte kur deklaroi publikisht se pavarësisht firmës së saj, fjala e fundit i takon parlamentit që do duhet ta ratifikojë. Ka një lloj xhelozie në marrëdhënien mes Kurtit dhe Osmanit, nëse mbajmë këtu në konsiderat që sa izoluar dhe i kritikuar ka qenë Kurti nga partnerët, ndërkohë që zonja Osmani, le të themi, jo vetëm mbante aktive këto marrëdhënie mes Republikës së Kosovës dhe partnerëve të saj në Europë, por dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por le të themi pritej me një lloj dashamirësie shumë të madhe. Në këtë sens, a ka një lloj xhelozie në këndvështrimin tuaj brenda për brenda në raportin mes Kurtit dhe Osmanit? Absolutisht. Ky është problemi kryesor. Do thotë duket se zoti Kurti nuk ka arrit të përballoj faktin që zonja Osmani ishte mirëpritur në qendrat botërore, ishte ftuar në shumë takime në Shtetet e Bashkuara, në qendrat evropiane, dhe praktikisht kishte marrë kontrollin mbi politikën e jashtme, jo se donte, por se për faktin sepse ishte e pranueshme për faktorët ndërkombëtar pas konfrontimeve të zotit Kurti me ta rreth çështjeve të veriut. Dhe unë mendoj se kjo ka qenë, do thotë, kjo është esenca e problemit. Zoti Kurti është evidente nuk ka arritur ta përballojë pikërisht atë që ju thoni, xhelozin, do thotë, ndaj zonjës Osmani për shkak të raporteve të ngushta të saj me, sidomos me palën amerikane. Dhe unë mendoj se ky ka qenë faktori kyç që ka shkaktuar që kjo përplasje të shkojë deri në shkurorzim, edhe që Kurti madje as mos ta propozoi për presidente. Duhet të thënë dy gjëra, do të thotë, një kemi xhelozi, por nga ana tjetër duhet të qenë sinqert edhe rreth veprimeve të zonjës Osmani. Mendoj se në rastin e fundit, në të rasti i bordit të paqes, normalisht që ishte arritje jashtëzakonshme për Kosovën, as që diskutohej çështja e antarësimit të Kosovës në bordin e paqes. Është arritja më e madhe në planin e politikës jashtme, por mendoj që zonja Osmani është dashur megjithatë të koordinohej me zotin Kurti. Ai në atë kohë ishte në Davos, ishte pikërisht aty ku ju vun themelet bordit të paqes, qëndronte në forumin e Davosit, dhe ka informacione se madje gati që jo që s'ka pas koordinim, po gati as informim. Mendoj që kjo mund t'i shihet për të madhe zonjës Osmani, sepse zoti Kurti kontrollon shumicën në parlament, dhe ai dokument duhet të dërgohet për miratim në parlament. Nëse para asgjë tjetër, për hir të kësaj është dashur një koordinim më i madh. Unë tani nuk e di
thellësitë për masat e mos pajtimeve ose aty mos koordinimit, do të thotë kanë mbetur misterioze, por është evidente që aty ka kulminuar përplasja atyre. Mendoj që kjo nuk i bën mirë Kosovës, sepse megjithatë zonja Osmani ka mbajtur një kanal të komunikimit të domosdoshëm ndërkombëtar dhe ka evituar izolimin total të Kosovës. Por duket që kjo pastaj është ndruar në handicap të saj përket kandidimit për një mandat tjetër, fatkeqësisht mjerisht, sepse nuk do të duhet të kishte ndodhur kjo, sepse kemi të bëjmë me interesa jo personale, po interesa shtetërore të Kosovës, por ja që ne ende nuk mund t'i përballojmë egot e sforcuara dhe xhelozit tona të vogla apo më të mëdha.